أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجوه 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 سفري كوبرت زجوه 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أشتريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أشتريت. Shkues të nderuar, selam aleikum. Jemi në emisionin Merr Frim, edicioni special për muajin e Ramazanit, ndërsa sot mysafire kemi hoxhën e nderuar Talha Kurtishi, të cilët i uroj mirëseardhje. Mirëseardhje hoxhë i nderuar. Mirësejgjeson, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit, mbetëm te sinqeriteti, në gjysmë, po vazhdojmë. Atëherë hoxhë i nderuar, si pyetje e parë është si flet Kurani për sinqeritetin? Pas se me i tregu disa ajete nga libri i Allahut subhanahu wa taala, du edhe vetës edhe shikues edhe ty Patjetër. me ta përkujtu definicionin e sinqeritetit. Po. Në shpeshher, kur flasim për sinqeritetin, mbetemi në atë definicionin e ngushtë që sinqeriteti është kur ne themi të vërtetën. Por dietarët e kanë dhënë një definicion i cili është shumë për mua, për mbledhës edhe i mirë dhe i dobishëm për besimtarët është kur njeriu, kur robi i Allahut e bën një vepër, të mos kërkojë dëshmitar se ka bërë atë vepër përveç Allahut. Se ne jemi krijesa të dobta dhe shpeshherë bim në ndikimin e masës, popularitetit, nëse na shet dikush. Dhe këtë ka përmendur edhe i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam kur thotë se njeriu hyn në namaz dhe kur ta vërejnë se dikush e sheh e shikon, atëherë zbukuron namazin e tij dhe kjo llogaritet se është shirk i vogël apo ria që e bën para njerëzve të tjerë. Që do të thonë se nëse tek njeriu arrihet ky nivel i vetdijes që mos me kërku dëshmitar tjetër për veprën që e ka bërë, përveç Allahut, atëherë ka arritat pikën kryesore të sinqeritetit. Që do të thonë faktikisht ai e bën atë vepër dhe është i vetëdijshëm se për këtë vepër i mjafton dëshmitar vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe pse Allahu ka dërguar dëshmitar tjerë, që janë melekët që regjistrojnë veprat tona, ndoshta ka mundësi me na pa dikush për njerëzve duke e bërë atë vepër. Por në brendin ton, ne nuk kemi nevojë për motivues tjetër apo për vetdije tjetër, përveç vetdijes se Allahu na sheh edhe Allahu e ka regjistruar çdo gjë që ne e bëjmë. Dhe kjo është ajo pikërisht sinqeriteti i cili kërkohet prej robit në raport me adhurimet, sepse ato adhurime që ne i bëjmë, nëse i bëjmë në këtë mënyrë, do të jenë të pranuara tek Allahu subhanahu wa taala. Sa i përket ajeteve të Kuranit, ne vetëm se e cekëm një ajet, po nuk është keq që ta përsërisim. Patjetër. Ku Allahu xhallahu thotë: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din." Ata nuk ishin urdhëruar me diçka tjetër përveç që ta adhurojnë Allahun xhallahu duke praktikuar fen sinqerisht për Allahun. Dhe një definicion do ta përmendi sono. Thotë sinqeriteti është kur brendia është e barabartë me atë që është faqim jashtë. Neve kur bëhet fjala për adhurimet që shihen, ne kemi mundësi ndoshta me i zbukuru, sigur se ne sot jemi zbukuru pak për me dalë para kamerave, e kemi rregullu flokë, frizurën e pamjen, llukun që e thënë këto gjëratat e reja, ashtu duhet me kanë edhe brendia jonë, e zbukuruar, e përgatitur, që të jep një aromë të këndshme të sinqeritetit që Allahu subhanahu wa taala e sheh. Nga se njerëzit kanë mundësi me pa atë që shihet jashtë, i vetmi që ka mundësi me ditë se çfarë është në brendin tonë është Allahu krijuesi i gjithësisë dhe sunduesi dhe ai i cili do të na shpërblen me xhenet ose ata që e kanë merituar do t'i dënon me zjarrin e xhehenemit. Kjo është ajeti i parë. Ajeti i dytë, Allahu i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thuaj Allahu na adhuroj sinqerisht. Lehu dini
edhe për të vetëm sinqerisht e praktikoj fenë. Din do të thot kur njeriu angazhohet për ta praktikuar apo për ta aplikuar atë që Allahu e kërkon prej tij. Kjo është definicioni i fesë. Kur ti mundosh me hec në atë rrugë që ta ka treguar apo që ta ka shpall Allahu nëpër pejgamberëve, edhe këtë duhet ta bësh sinqerisht, sepse nëse nuk e bën sinqerisht, do të flasim më vonë, do të kemi shumë pasoja të rënda që tek njeriu janë gjëra për të cilat duhet me qenë vazhdimisht vigjilent edhe i kujdesshëm, sepse shumë e hollosha e vija e cila na ndon nga pranimi i veprës edhe nga mos pranimi apo refuzimi i veprës. Për atë që flasim për këtë është edhe ajeti ku Allahu xhallahu thot thuaj inna salati, me të vërtet namazim, o nusuki dhe kurbani, jeta ime dhe vepra, do më thonë jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun subhanahu lillahi rabbil alamin, i cili është Zoti i gjithësisë, Zoti i krejt botave, që ne i njohim edhe ato që nuk i njohim. La sharike lahu. Allahu xhaleshanuhu është ai i cili nuk ka të barabartë në asnjë aspekt. Dhe çdo herë kur në njerëzit e bëjmë një vepër, jo sinqerisht vetëm për hir të Allahut, ne e barazojmë dikë me Allahun subhanahu taala. Kur e bën ti një lexon Kur'an për shembull, dhe zbukuron zërin, nga se e sheh se dikush të dëgjon. Ti në këtë rast këtë dëgjuesin e ke ngrit lart në pozitën e Allahut. Ne thekëm në fillim se mos kërko dëshmitar tjetër për veprën që e ke bërë përveç Allahut. Vetëm kur ta kultivosh këtë, kur ta zhvillosh, kur ta forcosh këtë ndjenjë tek zemra jote, atëherë do të arrish shkallën e sinqeritetit, ndërsa në çdo rast tjetër ti vetëm se e ke barazu dikën me Allahun, e këtë nuk e ke të drejtë, nuk e ke të lejuar. Nuk e ke të lejuar sepse kjo është vepër e shirkut. E Allahu xhallahu për shirkun çfarë thot? Inna Allaha la yaghfiru. Allahu nuk e fal që ti bëhet shirk ati, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E çdo mëkat tjetër më poshtë se shirku, do të thonë shirku është mëkati më i madh, që është më lart në atë hierarkinë e mëkateve. A mëkatet tjera i fal ku dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Për ajetet që aludon për rëndësinë e sinqeritetit është edhe kur Allahu thotë alladhi khalaqa al-mauta wal hayat. Allahu e ka krijuar vdekjen dhe e ka krijuar jetën, liyabluwakum, që t'ju sprovon. Ayyukum ahsanu amala, kush nga ju do të vepron më mirë. Dietarët e kanë komentuar fjala vepra më e mirë është akhlasuha wa aswabuha. Akhlasuha ajo që është më e sinqertë. Aswabuha ajo që është më e saktë apo më që është vepër në pajtim me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo në pajtim me porositë e Kuranit edhe porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vepra mund të qenë e sinqertë, por mos më qenë e saktë. Atë nuk e meriton epitetin vepër e mirë. Ose ka mundësi me qenë e saktë, por nuk është e sinqertë. Edhe në këtë rast nuk e meriton epitetin e veprës së mirë. Për këtë shkak, Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur veprat vepër mirë ata njerëz të cilët janë të sinqertë. A ka mundësi ta thjeshtëzojmë që këtë thashë? Ta thjeshtëzojmë pak. Ta thjeshtëzojmë, po. Vepër e mirë, domethënë është ajo e cila është e saktë dhe e sinqertë. E saktë është ashtu si e kërkon Allahu prej teje. Për shembull, Allahu në Kur'an thot faleni namazin. Po. Nga ne mësojmë se si ta falë namazin. Janë disa pika në Kur'an, do të thonë falin namazin në 2 skajet e ditës, edhe në fillim të natës, por mënyrën praktike për kohët e namazit, dhe mënyrën praktike se si falet namazi, ne e ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë, namazi do të jetë i saktë nëse është në pajtim me ato që Allahu e ka zbrit në Kur'an, edhe mënyrën se si ne e ka shpjeguar namazin i dërguar i Allahut. Kjo është ajo vepra e saktë. Pika e dytë është akhlasuha, më e sinqertë, e ka për qëllim ajo vepër që bëhet thjesht vetëm për Allahun subhanahu. Do ky namaz që e falim vetëm për Allah. Vetëm falim. As për më u punsu, as për me më lavdu dikush, as për me gjetë nuse, as
ka lloj Se kam zonën e bukur, zonën e bukur. do me dëgjua. Thjesht jam të e fol namazin vetëm për me çu në vend urdhrin e Allahut. Kjo është e sinqert. Po ashtu prej ajete është edhe ajeti ku wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dhe njeriu i cili është i sinqert në adhurimet që i bën ndaj Allahut subhanahu wa taala, askënd nuk ja bashkangjet Allahut subhanahu wa taala. Domethënë në qëllimin e tij, pikën kryesore që e motivon, nuk ka vend as kush tjetër, as një krijes tjetër, as një njeri tjetër, përveç Allahut subhanahu wa taala, përveç Allahut xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu. E kur të arrihet kjo është një betejë shumë e vështirë dhe goxha e gjatë. Ne e dimi rastin e Sufjanit Theuriut se thot 40 vite kam luftuar për sinqeritetin. 40 vite jam munduar që ta rregulloj, edhe çdo herë thot më paraqitet në një formë ndryshe. Shejtani që mundohet me defokusu, që mos e pas atë qëllimin tënd fokusuar tek Allahu subhanahu wa taala, por në qëllim tjetër. Edhe kjo është një betejë e gjatë, por Allahu i ndihmon robërit e tij nëse e shef se njeti i tyre, qëllimi i tyre është i sinqertë. E pikërisht këtu do të mundor se mbetëm porcën gjys. Ka dikush njëjtën e ka të mirë, ama veprën e ka të gabuar. Shembull, qëllimi i mirë është një fal për shembull, çka po di unë, sabajin me fal 20 rekat. Ama vepra e gabuar, se të ka thënë 2 rekat. No, kjo është pika e asaj që neve feja, çka është feja? Feja është me ne me i zbatu apo me i apliku në jetën tonë rregullat që ne i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Ashtu si i ka zbritur. Kur flitet për dëshminë se Muhamedi alayhis salam është i dërguari i tij. Një prej pikave është ne besojmë në çdo gjë që me të cilën na ka lajmëruar. Domethënë i zbatojmë urdhrat e tij aq sa kemi mundësi. Largohemi prej gjëra që ne i kanë ndaluar. E si pikë e katërt që është bën pjesë tek dëshmia se Muhamedi është i dërguari i tij është en la na'bud Allahu illa bima ja'a bihi, që të mos e adhurojmë Allahun në mënyrë ndryshe përveç nëpërmjet asaj që vetëm ashtu siç ka thënë. Që ka sjell Muhamedi alayhis salam. Ai është më i ditur, do të Allah është më i ditur për natyrën tonë, edhe për neve ka zgjedh. Është fakt se feja është e lehtë, nuk edhe çdo herë kur njeriu mundohet që ta ndërlikon fen në emër të njëjtit të mirë. Në emër të njëjtit të mirë. Jo, unë jam sikur Muhamedi alayhis salam, unë kam mundësi me fal 20 rekate zitave sunet të sabahit ose me i fal 60 rekate të teravih namazë. Këtu flasim për vepra vullnetare. Te këto ndoshta hajde mund të them se ka mundësi e pas tolerime, pse është më mirë që to. Po, po. Sikur se ka thënë një dietar, el-iktisadu fi sunna khairun min at-tamadi fi al-batil, që të kufizohesh me sunetin është shumë më mirë se sa nëse jepet vetes liri që me shtu ibadete që ne ka diçka që quhet vepër vullnetare e përgjithshme, që nuk është e kufizuar. Aty bën kur dëshiron i fal 2 rekate namaz apo më tepër për hir të Allahut. Dhe kjo është quhet nafile, nafile vepër vullnetare e përgjithshme, që nuk është e kufizuar. Por prapse për besimtar është më mirë të kufizohemi tek suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse aty është edhe urtësia më e madhe, edhe Allahu xhashanu këto na i ka rekomanduar duke ditë natyrën tonë. Se Allahu nuk e do një vepër që bëhet shumë e madhe, pastaj pas një periudhe lodhet edhe ndalet. Për shembull, po flas për jashtë Ramazanit. Ka me agjeru ditë për ditë. Edhe pastaj e leket. A kështu të hanë të njëjtave që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? E krijon një rutinë. Se quhet rutinë, se rutina është një llaf. Po, pak si negativ. Se rutina pak se anashkalon sinqeritetin. Është vërtet. Domethënë, ta bëj pjesë të jetës, pjesë të përkushtimit. Domethënë vazhdimisht është në adhurim te Allahu subhanahu wa taala. Edhe prej jetës që flasim për sinqeritetin është inna ma nut'imukum li wajhillah. Kur flet për shkrimet e disa prej banorëve të xhenetit, thot ata thonë, ne kur ju ndihmojmë, kur ju ushqejmë, këtë e bëjmë vetëm për hir të Allahut. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Për ju nuk duam as problem as që kërkojmë për ju falënderim. Sot është një realitet i tillë që njerëzit
me veprat e tyre sikur kërkojnë dikush që ta faleminderit ose ta shpërblen për atë gjë që e ka bërë, t'ja përmend. Nuk ka diçka të keqe nëse ti e falendron dikë që të ka bërë mirë. Se Muhamedi sa më ka thënë, men lem yashkurin nase, lem yashkurin la. Kush nuk e falendron, nuk i falendron njerëzit, nuk e falendron as Allahun. Por mos shndrohet ajo në një qëllim të veprës. Qëllim të veprës. Nëse ti e bën atë vepër edhe shpesh e përmend një shembull, hoxha ka mbajt një ders, edhe dersi ka qenë shumë i mirë. E dikush e thonë, hoxh, ti sikur ti ishte xhiruk i dersi, a di sa shikime kish pas, sa klikime, sa share kish pas. Kjo është një rrezik që ti faktikisht mundesh me ja hap një derë shejtanit, pse bëna kështu, se edhe pastaj me prish njetin edhe pastaj nuk ka asnjë lloj dobie për asaj që e ka thënë. Prandaj besimtari është vigjilent e vendos një mur të kalas, një istikam të fortë, të fuqishme për të mbrojtur nga shejtani, për të ruajtur sinqeritetin, sepse ajo është ai diamanti, ajo esenca, pasuria më e madhe që e ka një vepër. Ndoshta saktësia në adhurime është shumë më lehtë që të mësohet, ndërsa sinqeriteti është pakës më e vështirë se ka të bëjë me diçka që nuk e sheh askush përveç Allahut subhanahu wa taala. E me të cilën shejtani shumë angazhohet. Shejtani, Allah i ka dhënë disa aftësi në këtë dunjë për me isprovu besimtarët. Por shejtani është i paaft ndaj robërve të tij të sinqertë. Dhe kjo është një prej begative që kur thot shejtani do të mundohem që ti devijoj, ti çoj në lajthitje këtë robërit e tu, dhe kemi pasur shumica nuk janë falëndërues. Çka thot Allah xhashanu? Ti nuk ke fuqi as forcë, as mundësi me i deviju robërit e mi të sinqertë. Robërit e mi të sinqertë. Shumë vërtet. Hoxhë, nëse mbarove me ajetit, atëherë të vazhdojmë me hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë të bëjnë me sinqeritetin. Edhe këtë para se fillu me hadithet, më kujtohet një thënie një dietarit, i cili thoshte, sikur të kisha pas mundësi, kisha urdhëruar që në çdo medrese me pas ligjërues, profesor, hoxh, shejh, jo sikur këto shehler të sufije, po shejh i cili është dietar, i cili nxënësit do t'i përkujton të vazhdimisht për sinqeritetin. Në vazhdimisht, puna e tij do të jetë kujdes sinqeritet, kujdes. Nga se, sikur se do të thot pejgamberi sa në këtë hadith, thot innamal a'malu binniyat. Çka e bën që vepra të dallohet prej veprave të tjera, apo çka e përkufizon vlerën e një veprës, ajo gjë është sinqeriteti. Pastaj do të innama likulli imri'in ma nawa, se cili nga njerëzit, çdo kush do ta merr prej veprave shpërblimin atë që e ka pas për qëllim. E kush e bën hijretin pastaj përmend për Allahun, dhe duke ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, hijreti i tij është për Allahun dhe për të dërguarin e tij, do të thosh hijreti i vërtet. Nëse kush e bën të kundërtën për diçka tjetër, do ta merr atë. Do ta merr atë përfitim. Për këtë shkak sinqeriteti është diçka që e përkufizon vlerën e një veprës. Muhamedi sallallahu në një hadith thotë se njeriu hyn në namaz edhe për namazit nuk i regjistrohet, nuk i shënohet 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, gjysma. Të ndjetat një prej komentimeve se ato pjesë të namazit ku nuk ka qenë sinqert. Madje thonë se nëse ka dominuar gjatë shumicës së kohës së namazit, dikush tjetër ka qenë motivuar që ti me zbukuru zërin, apo me zgjat sejdën pakës, apo me zgjat rukun, atë nuk e dobi pra se veprës. Edhe pse e lodh. Askush se në mohon se të ki njeri së është angazhu. Por, angazhimi i tij në këtë situatë është për dika tjetër, jo për hir të Allahut. Prandaj një prej haditheve është se në ditën e gjykimit Allahu xhaleshani thotë
shkoni tek ata për të cilët i kini bo këto vepra dhe kërkoni shpërblim prej tyre. Edhe shikoni a kini me qesh shpërblim, a s'kini me qesh shpërblim. Në atë botë, sunduesi vetëm është Allahu subhanahu wa taala. Liman il-mulku al-yawm, thot Allahu në botën tjetër. Kujt i takon sundimi sot? Lillahi al-wahid al-qahhar. Allahu i cili është një i vetëm, al-qahhar, ai i cili mbizotron, dominon çat ditë. Në këtë botë dominon, por Allah xhallahu në disa gjëra i lejon që të ndodhin me vullnetin e tij, por në botën tjetër nuk ka mundësi me ndodhë diçka që do shta, si ta mos të keq kupton, të ndodhë diçka që është jashtë se në këtë dunja çdo gjë është në kontrollin e Allahut xhallahu. Po kontrolli absolut i cili vetëm vullneti i Allahut ka qenë me shpërblia të besimtarët të sinqertë dhe ka me i dënu ata që kanë merituar dënimin, në botën tjetër Allahu xhallahu është ai mbizotruesi i cili do të shfaqet edhe në atë kohë ata që njerëzit i kanë madhruar apo i kanë konsideruar që janë të fuqishëm, në atë ditë nuk do të kenë asgjë, asnjë lloj force. Po ashtu prej gjërave apo hadithe që flasin për sinqeritetin është hadithi ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma qala abdun la ilaha illa Allah qattu mukhlisan illa futihat lahu abwabu as-sama. Çdo kur robi thot la ilaha illa Allah, sinqerisht, i hapen dyert e qiejve, e qiellit. I hapen edhe ajo fjalë ngritet lart. E kur vepra edhe fjala ngritet lart, kjo do të thonë se është e pranuar tek Allahu xhallahu. Nëse i mbyllen dyert e qiellit, atëra vepër nuk është e pranuar. Do të thonë Allahu nuk është i kënaqur për atë vepër. Do të thonë kur themi la ilaha illallah, sinqerisht hapen dyert e qiellit për atë fjalë. Po. Do të sinqeriteti në këtë edhe në fjalë. Po ashtu një hadith tjetër thot, kur robi del prej shtëpisë dhe shkon në xhami, edhe shkaku pse ka dalë prej xhamisë, nuk është diçka tjetër përveç namazit. Thot me çdo hap që e bën, i fshihet një mëkat, i shkruhet një sevap, edhe i lartësohet një gradë. Edhe çdo du më nol pak. Edhe thot ai llogaritet se është në namaz përderisa është në xhami duke e prit namazin. Do më thonë oqë? Del për shpije. Po. Këtu është fakti se ki njeri, ajo brendësia e ti, sinceriteti e ti, e bën që ta fiton këtë shpërblim. Cilë nuk ka nëj pak. Do më thonë del për shpije, një hap, dy, nuk del përveç me fal namaz. Po, del për shpije më të shku me fal namazin për Allah, për kur çdo tjetër. Kjo është njëti, kjo është qëllimi. Salat, namazi, tham, inna salati, namazim, është vetëm për Allah. Po. Është një hap, dy, tre, këtë këto shkruar ka një sevap, ka një shpërblim. Edhe ka një gjëna fshije. Edhe ngritet një shkallë. Edhe një shkallë ngritet tek Allahu subhanahu. Do të thonë sevapi i madh kanë më shkon xhami. Si jo? Bile mosh shumë dietarë dhe e përmendin nëse je afër xhamisë edhe e dëgjon ezanin. Namazit nuk është valid nëse nuk e falë në xhami. Edhe malim për argument hadithin me Ibni Umi Mektumin, që ka qenë muezini Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë i verbër, edhe ka thonë nuk kam kush më çon në xhami, se a mes meje dhe xhamis është një lugin dhe ka, domethënë, akrepa, gjarprinj, që ka mundësi më kafshun e nuk i shoh. Çka i ka thonë Muhamedi? Fillimisht i ka thonë leje që ta falë namazin në shtëpi. Por pastaj kur e ka pyet, ka thonë a e dëgjon ezanin? Ka thonë po. Nëse dëgjon përgjigj. Kjo është një meselë e fikut që ka disa dietarë që thënë, po. S'do me thonë që ai që e fal në shtëpi nuk i pranon. Po, kjo është mos të keç kupton. Tek Allahu xhallahu. Ose për sinqeritet, kur flasim për sinqeritetin për haditheve që flasin për vlerën e sinqeritetit, është edhe për që është i lidhur me Ramazanin. Ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men sa Ramadan, kush e gjon Ramazanin, imanen wa ihtisaban. Imanen me besim në Allahun subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, dhe duke qeni bindur se shpërblimin e jep vetëm Allahu subhanahu wa taala. Gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, falen gabimet që i ka bërë më herët.
Dërsa nëse nuk e bën këtë me iman, edhe nuk e bën këtë sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe nuk e shpreson shpërblim vetëm për Allahut subhanahu wa taala, atëherë agjerimi i tij nuk ka vlerë. Për agjerimin do të mbetet vetëm etja edhe uria. Nuk e ka shpërblimin. Edhe këtu përmendet po. Po ashtu edhe për çështjen e përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Ku del në shesh, pejgamberi sa ka përmend disa kategori të njerëzve që janë në hijen e arshit të Allahut në atë ditë kur s'ka tjetër hije përveç hijes së Allahut apo arshit të tij. Në mesin e tyre ka përmend dy njerëz që aludojnë se veprat e tyre janë të sinqerta. Apo tregojnë, jo nuk aludojnë, po dëshmojnë se veprat. I pari është rajulun dhakara Allah khalian fa fadat aynahu. Njeriu e përmend Allahun në vetmi, nuk kurkush nuk e sheh. Edhe fillojnë dalin lot prej, si nga se njeh realitetin e tij se është mëkatar, se ka shumë mëkate për të cilën nuk është penduar, apo ka mundësi Allahu o bo besimtar më i mirë. Kjo është i parë. I dyti është njeriu që jep sadaka. Edhe fsheh atë që të mos e din dora e majt çka ka dhënë me dorën e djathtë. Kjo tregon se kjo është një lloj apo një shkallë e lartë e sinqeritetit tek njeriu i cili për këtë vepër çka thot Allahu do ta vendos në hijen e arshit të tij në atë ditë kur s'ka hije tjetër për hijes së Allahu subhanahu wa taala. Po normi të çka dithi pa të sadakaja është. Do të thonë duhet me pas sinqeritet ai që jep sadaka. Mirë po ka dikush që jep në sheft. Shkon një për shembull 2000 euro edhe se merr vesh kurkush. Kjo është vepër shumë e mirë, se e merr vesh Allahu. Mirë po dikush do ta shohin, sa lejohet kjo sa. Allah xhallahu në Kur'an thot in tubdu sadaqati fa ni'ma hi. Nëse në mënyrë publike i jepni sadakat, ato janë të mira. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khair. Po nëse i fshehni edhe o jepni fukara, kjo është më e mirë. Dietarët këtu e kanë përmend një moment. Nëse ti me këtë vepër sadakan që jep publikisht, i nxit njerëzit tjerë që edhe ata të japin, i motivon, dhe nuk i ke qëllimin që njerëzit me ta përmendse. Me të lavdru, po. Me të lavdru, kjo është, mashallah, shumë është dardhanës, shumë është bujar. Atëherë në këtë rast është, edhe pse, prapse prap ajo sadakaja fshehu razi, e ka një shkallë më të lartë. Më të lartë, sepse ai person do vetëm Allahut që ta di dhe ai person që ti ka ndihmu. Do të thonë ai që është publik duhet me pas parasysh nxitjen e tjerëve, jo lavdimin e tjerëve. Jo lavdimin e po. Nxitjen dhe motivimin e tjerëve që ata të ndihmojnë atë. Vazhdo. Haditha mbetën më? Jo, çata. Atëherë fryti i sinqeritetit. Fryti i sinqeritetit i pari është se pranohet vepra. Alhamdulillah. Nëse ne nuk kemi sinqeritet, ajo vepër nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu, nëse vepra bëjmë sinqerisht, arrihet edhe shpërblimi. Për shumë vepra ka përmend edhe Allahu, edhe pejgamberi sa ka përmend shpërblimin. E shpërblimi arritje tek shpërblimi nuk mundet të ndodhë nëse nuk jemi të sinqert. Po ashtu, niyeti e rrit vlerën e veprës. Ti e din hadithin ku thot pejgamberi sa rubbe dirhamin sabaqa 1000 dirham. Do të thotë një dirham, një dinar, ta themi. Është më i vlefshëm apo ja të i kalon 1000 dirhamve. Dietarët thonë, njëri prej komentime ose kish ka i kalon çat 1 dirham, e kalon me sinqeritet, më të madh se ai që i kalon ato 1000. Në këtë rast, sepse 1000 janë shumë më të vlefshëm se sa një dinar. Kjo tek Allahu ka vlerë më të madhe se e kalon me sinqeritet shumë më të madhe. Dhe Abdullah ibn Mubareku përmend thot rubba amalin saghirin ya'dhumuhu aw yakburuhu an-niyya. Do që vepra e vogël me qenë me na u duk si diçka jo shumë e madhe, por të cilën e rrit edhe e zmadhon niyeti. Kur kemi sinqeritet, arrihet edhe falja e mëkateve. Ti e din se gruaja
e cila ka zbrit në bunar, e ka mbush këpucën e saj me ujë. Lavire ka qenë. Po, ka qenë lavire. Ka qenë prej grave të cilët, do thonë nga pikpamja morale, ka qenë shumë larg për aso që e kërkon Allah. E qartë. Por Allah gjithashtu e ka falë mëkat për këtë vepër. E ka bërë sinqerisht. Ka zbrit në bunar. Ka zbrit në bunar, e ka rreziku jetën e saj. Nga kjo mëshira, nga dhe i kjo ka dhënë mëshira qenit. që e ka shfaqë ndaj qenit. Ndaj kafshës, s'ma dhe këtu do ta cekin një send. Po, Ne njerëzit në raportet tona, njëri me tjetrin, në këto kohëra turbulente ku jetojmë, ma shumë dominon agresiviteti, idhnimi, edhe prekemi për pak e shumë. Dërsa është koha ku ne duhet të reflektojmë mëshirë. Nëse reflektojmë mëshirë, do të gjejmë mëshirë. Kjo gruaja, aja që e ka motivu, ka qenë mëshira. Ju ka dhimës. Qeni, ka dhimë qeni. Edhe e ka rreziku jetën, ka tregu një lloj mëshire. Edhe me këtë e ka merituar mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Ati s'ka pas diçka tjetër çka me motivu. Nuk ka pas as publik, as kamera, E qartë. as video në TikTok, as kur gjë tjetër. Ka qenë e vetmuar. Edhe ajo që e ka nxit ka qenë kjo mëshira. Dhe mëshëria ndaj Dhe qenit. mëshëria ndaj qenit që e ka pas. Edhe për këtë, me këtë e ka fituar mëshirën. Prandaj sot ne, në veçanti në Ramazan, duhet që të shfaqim mëshirë njëri me për tjetrin. A jemi njerëz. Se Jemi nëse musliman. nuk, po e theme dhe se jemi musliman. Shpesh të dëgjojmë, ja s'ja fali kur, me pa tu vdekje, nuk ja bëj halal, nuk ja bëj halal, nuk ja bëj halal. Se nuk ja bën halal, nuk dëshiron që Allah me t'i falë do gabime. Kema të dinu të dan. Si sillesh ndaj tjerëve ashtu, do të sillen ndaj teje, edhe do të sillet ndaj teje Allah xhashan. Nëse ti shfaq mëshirë, ki me gjetë mëshirë. Nëse shfaq arogancë, dhunë, bullizëm, fyerje, atë ki me gjetë, atë ki me gjetë. Tritë sot, sikur nuk dojnë me kuptu se ato shka dëshirën të tregonë se ne jemi të fortit atje, po. Se na del kërkush për para. Nuk e kuptojnë, është një ajet, u ka kulli dhe ilmin alim, përmi çdo dietar ka ma të ditur. Dhe përmi çdo frajer ka ma frajer. Ka marrë momenti kur kime ballafuqu me... Të ne thënë ka hun lesh për mi hun lesh. Po, ka hun lesh për mi hun lesh. S'ka nevoj, bonu i modest, bonu i sjellshëm, bonu i mëshirshëm. Sepse këto janë gjëra që të bëjnë dobi, edhe në jetën tonë të përditshme, edhe në ato raportet me njerëzit tjerë dhe krijohen. Absolutisht. Po ashtu, nëse njeriu është i sinqert, ka shpërblim edhe nëse nuk e bën veprën. Nëse prej bërjes së veprës e ka penguar ndonjë shkak i arsyeshëm. Për shembull, Muhamedi sa kur kanë dalë në betejë, ju ka thonë në Medinë ka njerëz të cilët nuk ka mbet në Medinë. Edhe ju çdo lugin që e kaloni, çdo hap që e bëni, ata janë hisetar në shpërblimin e juve. Kush kanë qenë ata? Ato njerëz që sinqerisht kanë dashur me dalë, por nuk kanë pas mundësi. Sikur se kanë, edhe Allahu në Kur'an ka zbritur ajetin ku i thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtohet atyre, thotë nuk gjej mjet për me ju bart me mua, me ju marr me juve. Nuk kam pajisje me u përgatit për betejë. Habesehum udhr. Shkaku pse ata kanë mbetë në Medinë ka qenë udhri, domethënë arsyeja e pranuar fetarisht. Po ata kanë se po. Ose hadithi tjetër ku thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam men hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahida. Kush e bën jetë ta bën një vepër të mirë, e nuk e bën për shkaqe arsye të ndryshme, i shkruat atij një sevap, një vepër e mirë. Hoxhë, gjeneratat e para të muslimanëve, selefi, si e kanë ruajtur sinqeritetin në namaz, në lëmosh, në agjerim, etj. Do t'i përmend disa raste. Rubej ibn Khuthaim është një prej gjeneratave të arta. Thuhet për to, asnjëherë askush nuk e ka pa të falë namaz nafile në xhami. Edhe ka thënë, sikur të kem mundësi të falin ndonjë namaz vullnetar, se
Namazi i obliguar, si që tha më herët, falet në xhami me xhamat edhe rreshtojmë në safe edhe secili e shet tjetrin. Është atë kohë ndoshta s'ka pas kësi ndriçimi sikur se e kemi sot, edhe ndoshta edhe nuk i kanë ditë njerëzit që i kanë afër vetvetes së tyre. Por thot, sikur të kisha pas mundësi që namazet vullnetare mos me i falë, që mos më shef askush, do të kisha vepruar ashtu. Kjo sot neve ndoshta na duket mission impossible, diçka e pamundshme. Por vetë kjo ndjenja e tij që ai ta fsheh veprën e tij të mirë, që të mos rrezikohet në jetë e tij, është një qëllim fisnik që ne duhet ta rikthejmë në jetë në këto kohra kur jetojmë. Në këto kohra kur jetojmë, edhe njeriu duhet me eduku vetën, me mshef veprat e mira, e jo me mshef gabimet, pse ndoshta është një thënie njëri prej ashabëve thotë, unë kam jetuar me njerëz, apo i kam arritur njerëzit që i fshihnin veprat e tyre të mira, ashtu si ju i fshehni mëkatet. Se njëri nuk ka qef që ta shoh dikush që ka bërë ndonjë mëkat, sepse sot, siç e tham, jemi në një kohë ku njerëzit i publikojnë mëkatet. Edhe për këto ka një rrezik shumë të madh, se thot Muhamedi sallallahu kretë umeti im është i falur, përveç atyre që publikisht i bëjnë gjunahet. Kush janë publikisht ata që bëjnë? E bën gjunajnë në akşam natën, edhe thot sabah zgjohet, shka kumbo, ju se dini. Edhe ka dhënë mëkatin që e ka bë. Ose bën mëkatin gjatë ditës edhe natën lavdërohet para tjerëve se unë sot kam bërë këtë gjuna. Këta njerëz në adhurim, do më thonë në namazin, janë munduar që ta fshehin namazin e tyre dhe të bëhet namazin e tyre vetëm për hir të Allahu subhanahu. E përmend edhe çështjen e sadakas. Në Medinë ka jetuar nipi apo stërnipi i pejgamberit Ali ibn Husein Zainul Abidin. Kur ka vdekaj, disa njerëz për një herë mballafaqu me një situatë të re. Gjatë jetës, kur ka qenë gjallë, Ali ibn Huseini, Zainul Abidini, dikush çdo natë ka ardhur apo ndonjë prej netëve, ju ka ardhur dhe ju ka sjellë ushqim tek dera e shtëpisë. Edhe është largu. Pa e marrë vesh kurkush. Edhe thot, kur vdiqaj, unë ndërprej kjo vepër, që e ka bo Ali ibn Huseini. Dhe kur e kanë la gjenazën e tij, kanë gjetë në shpinën e tij shenja të dikujt që ka bartë diçka në shpinën e tij. Do më thonë, çdo i kanë rënë ki ka qenë. Edhe ky njeri ka pas mundësi sikur se bëjnë disa vepër mirë. Ne nuk themi se ato bëjmë qartë. Me shpaq reklamat e senso. Po shikoni, e kam shef edhe kur ka vdek është marrë vesh. A nuk është vlera e kësaj sadaka e shumë, se kjo ja kthen edhe shpresën njerëzve. E kthen shpresën tek njerëzit. Sot njerëzit, sikur se thënë, këtë njerëzit janë pri, s'ka më njeri të hajrit. S'ka njeri të hajrit. Nëse ka kësi njerëz që akoma ndihmojnë, alhamdulillah, e bëjnë këtë në këtë formë, nuk kërkojnë as lavdata, as reklama, as falenderim, as kur gjë tjetër. Kjo e ngjall tek njerëzit atë ndjenjë se me të vërtetë alhamdulillah ka akoma njerëz të mirë, akoma njerëz fetar. Këta njerëz sot ka nevojë të shfaqen në mesin tonë, apo së paku të mundohemi të ndjekim gjeneratat e parë. Ky është se përket sadaka, se përket agjerimit, ka dy rivajete të personit që 40 vite ka agjeruar, dërsa për agjerimin e tij nuk e ka ditë familja e tij. Një prej tyre ka punu sikur tregtar, në mëngjes ka dalë, e ka marrë ushqimin me veti, për ushqimin e drekës, edhe udhës që ka dhënë sadaka dikujt, edhe kur është kthyer natën, e ka hangër darkën, ai ka pas niyetin e iftarit, po ato kanë kujtuar si darkë. Ka edhe rivajet tjetër, për një person tjetër që 20 vjet ka agjeruar dhe për agjerimin e tij nuk ka ditë familja e tij. Ne do të them edhe diçka është e pamundshme sot. Unë tregoj rast që e kam përjetuar vetë. Personi ishte
duke agjeru, ne nuk e dinim se agjeronte, se ashtu sjellja e tij ishte se që vetëm kur ulem me hangër, darkën e kupton se ai agjeron. Na e pregaditi darkën, ishim 5-6 veta, e shtroj sofrën, edhe unë me neve edhe bëj që disa gjeste për me më shef atë çështjen e agjerimit, por më në fund disi e zbulum, ne? Edhe dul në shesh që ajo është, do thënë sinqeritetin, këto vepra. Do të thonë e ka po veç për Allah. E ka vetëm për hir të Allahut. Hoxh, cilët janë pasojat e atij i cili bën veprat pa sinqeritet? Fillimisht është ai person nuk ka se o për atë vepër që e ka. Ata që e ka bo, është vetëm lodhje e kotë. Allah nuk në thotë, qadimna ila ma amilu min amelin, fe gjallnahu hebain manthura. Dhe çdo vepër që e ka bo, jo sinqerisht, ajo shëndrot në hije pluhur. Disa djetarë thotë, njeriu i cili nuk është i sinqert në asnjë vepër të tij, se në shet xhenetin. Ti vetë vetës, ja ke mbyll derën e xhenetit duke e bërë një vepër të cilën nuk e ke bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe në këtë mënyrë ti s'ke bo një sasi të veprave me të cilat duhet ta shpresosh xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu, mungesa e sinqeritetit, një vepër prej ibadetit e shëndron në mëkat. Ne cekëm se sinqeriteti është shka ku ne e bëjmë një vepër vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. E nëse atë vepër nuk e bën për hir të Allahut xhaleshanu, ajo shndrohet në shirk. E shirku është gjuna. Ti një vepër që duket nga jashtë e mirë, e shndron në një mëkat për të cilën, do të thonë nuk je çka shpreson. Njerëzit që nuk janë të sinqertë, jo prej pasojave, është që jeta e tyre është vazhdimisht sikur me qenë skenë. Ne jemi në skenë, ama në atë skenë duhet me na interesu vetëm atë çka e sheh Allahu subhanahu wa taala. Njerëzit tjerë çka e shohin, ka elemente ku nuk i bëjmë disa gjëra para njerëzve, kjo është mëse normale, po për adhurimet në atë skenë ku jemi ne, aktor, kushtimisht themi, duhet me na interesu vetëm çka sheh Allahu subhanahu wa taala. Edhe çfarë sheh Allahu në zemrat tona, çfarë sinqeriteti sheh Allahu në zemrat tona. Nëse njeriu i cili nuk është sinqert, është vazhdimisht sikur se i ka përshkruar Allahu munafikët, mudhabdhabin. Do të thënë janë mes dy zjarreve, tash kia ka a ka më dëgjuar se e ka më këtë për të mirë. Vazhdimisht jeton në një presion psiqik i cili nuk ja mundson atij që të jeton një jetë të lumtur, një jetë të qetë. Që duke bisedu me një mik timin, edhe i thash, të i keva, u ka marrë vesh kështu, apo nuk është që ashtu edhe. Unë i thash, a e din Allahu si është? Çka mërzitesh? Çka mërzitesh? Ne se kemi që ata si është. Mirë me ndryshu mendimin njerëzve, me ju tregu se si është e vërteta, por nëse nuk i ke atë mundësit, mjafton që Allahu e din se si është. Edhe mjafton që ti atë vepër që e bën, ta bësh për Allahu. Nëse Allahu e din se është sinqert, nuk i jep se brengosësh. Se s'ka pa kurkush, s'ka incizu ndonjë kamera, s'ka ndodhë ndonjë follower se ki fitu nga jo videoje. Nëse ki u për hir të Allahut xhaleshanu, kjo është një vepër të cilën do t'ja shohësh bereqetin në botën tjetër, por me siguri ajo ka mbetë edhe në këtë botë. E ceke followersin edhe videon. Followers. Dënjëherë video ka viralitet shumë. Dënjëherë s'ka video viralitet. Të Allahu a kërkohet viraliteti, apo kërkohet puna tjetë e sinqertë? Të Allahu nuk kërkohet që me ka viral. Rezultati nuk kërkohet. Nëse ti ki po sebepet, Po. ta themi se dikush e ka nis një shtëpi me ndërtu. Po. E shtëpia i ka ato rregullat e veta, se sa të me qenë ploqa, sa të me qenë shtyllat e kështu me radhë. Pllaka e kështu. Sa heka. Nëse ti ki po sebepet, Shkallqet. për me arrit tek ma shumë shikues, ajo porosia jote, e nuk del ashtu
si e ki planifiku, ti e ki botonë. Po dush me pas kujdes. Se ka mund si ma që të bëhet video virale me të aprish një jetin, kete e këmbo, kër e këmbo, kete e këmbo kështu, e këmbo ashtu, edhe me fillu me shti disa elemente, aja këmë dërgu ati filonit, aja kër e ka bo share, ka dhez ma shumë se... Ne nuk e ndalojmë që njërë t'i bëjë sebepet, që janë fetarisht të leguar, por vazhdimisht do të me pas kujdes një jetin, se vallaj, do një vej për t'i e bënë sinqerisht, Allahu e shkruan pranimin e asaj veprës edhe në këtë dunja. Edhe mua më kujtua këtu shumë nga njerëzit që kohën e Imam Malikut e ka fillu shkrimin e një libri që quhet Muwatta. Libri i famshëm sot. Po, që është sot libri i famshëm. Edhe ka shumë Muwatta, po ajo që njihet sot është Muwatta Imam Malikut, është libri i haditheve dhe i rivajete prej ashabëve. I ka thonë, po këtë të shkët Muwatta, pse ti po lodhësh me këta? Shka ka thonë, ma kjane lillahi baqije. Ajo që është për Allahun, betet. Ta themi ndryshe, ajo që nuk është bo për Allahun, ti vetë vetës, ja ke gjuku që ta zhdukët e ta zgjësot. Dhe sa që e ke po për hirtë Allahut, je mundu që ta ruajsh edhe ajo ka mbetet, edhe do të jetë prej vepra me të cilë do të krenohesh në ditën e gjykimit. Si shembull, këtë emision, nëse e kumbon në për hirtë Allahut, edhe nëse nuk dhes si vjetë, mas shumë viteve mundet me po të sajrë. Sigurisht. Në ti vetë kina bisedu, se do janë disa video që para 10 viteve tash po dhezin. Po dhezin. Se në atë kohë janë bo me sinceritet. Po, janë bo me sinceritet. Ose, ishte knatësi që të kisha apet prapë në këtë emision, ku folëm për një temë shumë madhësore, sinceriteti, pjesa e dytë. Knatësia ishte ime sona. Allah i shpërlejt të që jemi prapë. Që kështë të ndërruar ki pra ishte emisioni merë frim, e në kasë për muajnë e bekuar të Ramazanit, e shifemi nesër prapë, inshallah. Salam aleikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu si firi popret Zgjohu a do mbereqet Falu, namazi është drit Falu, me zemër e shpit Falu, namazi është drit